Një event krejt i veçantë vijon të shoqërojë mbrëmjet verore të Sarandës këtë qershor, ku i gjithë nderimi që vjen nga memoria kolektive për ata që u bën kampion të notit në dekadat e shkuara, i ofrohet çdo banori dhe turisti si një vlerë identifikuese e këtij qyteti. Pranë stendave me foto dhe trofe kampionësh në këtë sport që ishte aq masiv dhe aq rezultativ në Sarandë, para ekraneve ku shfaqen në flasin notarët e rekordeve të mëdha, ndalen qindra hapa për nostalgjin, si dhe për të takuar histori sportive në Sarandën që ka bërë impresionet nga ky takim nostalgjik me historinë e shkruar në sportin e notit prej vitit 1936 deri më sot, ku janë përfshirë njerëz të të gjitha moshave. Eventet të tilla janë shumë të nevojshme për qytetin tonë, tregojnë historinë e notit të sportit, se si ka ndikuar në qytetarët e këtij qyteti të bukur dhe për kulturën dhe për çdo gjë që mban notin vetvete. Siç treguan edhe notarët vetë, ka me breza që noti është i lidhur me rrënjët e këtij qyteti, çdo djalë dhe gocë e këtij qyteti është marrë me sportin e notit, ka konkuruar dhe ka dalë me faqe të ndritur në Tiranë, në qytete të ndryshme, po edhe jashtë vendit. Saranda, qyteti i kampionëve të notit, sepse kampionatet e notit në qytetin e Sarandës janë zhvilluar që prej vitit 1936. Klubi i sportit të notit Butrintit të qytetit Sarandës ka shkëlqyer me emra të mëdhenj. Saranditët kanë triumfuar në garat e notit, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Meritonte Saranda që të kishte një event të tillë siç është noti. Ky eveniment ishte një eveniment shumë i nevojshëm për Sarandën, shumë i bukur, tregon historinë e notit që ka qytet dhe ata notarë që ende janë gjallë dhe mbajnë frymën gjallë të notit. Jemi në atmosferën e festimeve të ditëve të turizmit në qytetin tonë të bukur të Sarandës. Është një veprimtari që bëhet tradit tani çdo vit në pranë kompleksit muzeal, galeri, muzeu traditës, muzeu arkeologjik, edhe këto format krahas muzikës për rinin, për të gjitha brezat, edhe një ekspozit memoriale me një tematik që ka qenë si vjetë dedikuar sportit të notit në qytetin tonë. Me mjeshtëri, i gjithë arkivi profesor Gjorgji Vasilit është frizuar nga studiuesja Enola, që është bërë gjithë ky projekt në formë grafike, me fotografi, me film, pra të gjithë ata ish notarët që janë në jetë tani dhe të tjerët me familjarët e tyre u gëzuan pranë këtij eventi kaq të bukur të bashkuar në këtë atmosferë. Eventi i titulluar Saranda, qyteti i notarëve kampion, është një ekranizim i botimit të Mozaik Noti në Sarandë, me autor gazetarin sportiv Gjorgji Vasili. Vetë ai e vlerëson eventin si një rikthim në vitet e bukura ku shkallët e xhades së notit mbusheshin me qytetarë të gjitha moshave për të ndjekur garat e kampionateve kombëtare. Saranda zbriste e gjitha, zbriste për 4 ditë rresht kur bësh një kampionat kombëtar i notit, të gjitha moshat vinin atje. Dhe kjo është ngjallet një nostalgji. Prej kësaj, Ciceroni, veterani i jetës sportive të Sarandës, thotë se vlera më e madhe e eventit në shëtitore nuk është kthimi i kujtesës kolektive, por sidomos që të bëjë ata që drejtojnë t'i flasin zemrës dhe ta bëjnë me pishin noti, Sarandën e notit. Unë mendoj se vlera e këtij evenimenti është fakti që ata që kanë për detyrë t'i thrasin pak zemrës atje, që shiko, kam ardhur dhe drejtoj një qytet. Jemi ne që jemi qytetarët e parë të Sarandës. Nuk kemi një pishin, pa pishin nuk bëhet më. Fakti është, bëjmë trotuare për të 3-ën herë, për të 4-ën herë, për të 5-ën herë, të gjithë kryebashkiakët, që nga i pari deri tani sa janë bërë 7-8, e kupton? Dhe fakti është që një pishin nuk ja dhanë Sarandës. Nuk kemi një ekip të kompletuar që të marri pjesë dhe insisht. Arrim puna tash Saranda të marrë ndonjë notar që vjen nga jashtë që të përfaqësoj juve dhe merr etiketën KS Butrinti edhe përfaqëson. Ky organizim që u bë këtë radhë është një thirrje që Saranda t'i kthehet sportit të notit.
Enola Beko, që ka punuar për realizimin e eventit, është vetë një vajzë sarandaj që vit pas viti sjell në mbrëmjet verore të Sarandës pasuri identitare të Sarandës në 10 vjeçarët e kaluar, si peshkimin dhe njerëzit e detit, marinarët që i shtuan kolorit këtij qyteti, e këtë verë fokusi ishte te kampionët që Saranda i dha notit shqiptar.